Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi çdo gjë. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është muslimanët janë vëllezër. Nuk ka dhurat më të madhe për njerëzimin se sa ardhja e Muhamedit alayhi salam. Me të errësira u ndriqua, padrejtësia u thye dhe njeriu më në fund e mësoi se kush është Zoti i tij dhe cili është qëllimi i jetës. Ai erdhi në një botë të ftohtë, të mbuluar nga ignoranca dhe idhujtaria, për të ngrohur me dritën e mëshirës, me fjalën e Zotit, me shembullin e njeriu të përsosur. Prandaj Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu vetë e përshkruan me fjalë që asnjë njeri nuk mund t'i tejkalojë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E ne të dërguam ty vetëm si mëshirë për botët. Se ai është i dërguar për gjitha botët e vërtetojnë edhe hadithet në të cilat thuhet se gurët i jepnin selam. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: unë e di një gur në Mekë që më jepte selam para se të më shpallej pejgamberia, unë e njoh atë edhe sot. Deveja i u ankua për ngarkesën e tepërt ndaj pronarit. Një ditë Muhamedi alayhi salam hyri në një kopsht ku kishte një deve. Kur ajo e pa, syt ju mbushën me lot dhe ju afrua Muhamedit alayhi salam duke lëshuar zë. Pejgamberi alayhi salam e përktheli dhe tha: kush është pronari i kësaj deveje? Nuk i friksohet Allahut për këtë kafshë që Allahu ja ka dhënë me kujdes? Ajo më është ankuar se e ngarkon shumë dhe e lë pa ushqim. E trungu i palmës qau kur Muhamedi alayhi salam ndaloi të mbante hutbën mbi të. Në fillim Muhamedi alayhi salam mbante hutbet e xumas i mbështetur në një trung palme në xhamin e tij në Medinë. Kur më vonë u ndërtua një mimber, ai filloi të mbante hutbën prej andej. Në atë çast trungu i palmës filloi të lëshoj një zë vajtimi, si zëri i një fëmije që qalë. Dëgjuesit u habitën dhe u prekën. Pejgamberi alayhi salam zbritin nga mimberi, shkoi te trungu, e përqafoi dhe e fërkoi me dorën e tij të bekuar, derisa ai u qetësua. Pastaj Muhamedi alayhi salam tha: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ai qaun nga malli për dhikrin e Allahut që e dëgjonte. Irbad ibn Saria rëfen se Muhamedi alayhi salam tha: unë jam robi i Allahut dhe jam caktuar si i dërguari i fundit, ndërkohë që Ademi ishte ende në pluhur gjatë krijimit. Po ju asqaroj këtë, unë tha jam duaja e pranuar e Ibrahimit alayhi salam. Ibrahimi alayhi salam duke ndërtuar qabën, bëri këtë lutje, e kjo është ajeti kuranor: o Zoti im, dërgojo atyre një të dërguan nga mesi i tyre, që t'u lexoj ajetet e tua, t'i mësoj librin dhe urtësin, dhe t'i pastroj ata. Vërtet, ti je i plotfuqishëm dhe i urtë. Unë jam lajmi i gëzueshëm i Isait alayhis salam. Isai alayhis salam u tha bijve të Izraelit: po ju sjell lajmin e gëzueshëm për një të dërguar që do të vijë pas meje, emri i të cilit është Ahmed. Ebu Hurajra radiallahu anhu përcjell se Muhamedi alayhis salam ka thënë: çdo pejgamber ka pasur një lutje të pranuar në këtë botë,
por unë lutjen time kam lënë si ndërmjetësim për ummetin tim në ditën e gjykimit. Ibn Abbas radiallahu anhu, duke e komentuar ajetin "Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda", Zoti i do të jap ti aq sa do të jesh i kënaqur. Thot se kënaqësia e Muhamedit alayhis salam që i është premtuar është e drejta për të ndërmjetësuar për pasuesit e tij. Ndër ajetet që Muhamedi alayhis salam na i solli, vëmendje të veçantë meriton ajetin nga surja Hujurat, ku Allahu xhalla shanuhu thot: "Innamal mu'minuna ikhwa", besimtarët, muslimanët janë vëllezër. Vëllazëria u sjell muslimanëve dobi në të dyja botët. Në këtë botë, kjo dobi shfaqet përmes unitetit dhe bashkësisë xhamatit. Muhamedi alayhis salam thot: muslimanët në dashuri, mëshirë dhe dëmshuri janë si një trup, kurse muret një pjesë, trupi i tërë vuan nga pagjumësia dhe temperatura. Dobia qëndron edhe në këshillimin e ndërsjellë, sepse kush është më i denjë për të këshilluar se sa vëllai yt, dhe këshillën e kujt duhet ta dëgjosh më shumë se sa të vëllait tënd, sepse ajo vjen nga sinqeriteti dhe dashamirësia. Vëllazëria dhe harmonia sjellin përparim në të gjitha fushat. Historia na mëson se shoqëritë e përçara dhe të mbushura me urrëtie e përçarje patjetër bien në prapambetje, humbasin orientimin dhe bien në ndikimin e armiqve të tyre. Dobit e vllazërisë në botën tjetër janë edhe më të mëdha. Ajo na shpëton nga tmerri i ditës së gjykimit. Buhariu përcjell se Muhamedi alayhis salam përmendi 7 lloj njerëzish që do të jenë në hijen e Allahu xhalla shanu. Në atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç asaj, dhe midis tyre dy që kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahu xhalla shanu. Dashuria mes besimtarëve u sjell atyre shpërblimin e përshkruar në hadith: nuk do të hini në xhennet derisa të besoni, e nuk do të besoni derisa të doni njëri tjetrin. A doni t'ju tregoj diçka që nëse e bëni do ta ndoni njëri tjetrin? Tha Muhamedi alayhis salam: përhapni selamin ndërmjet jush. Nëse duam të jemi objekti i lutjes së Muhamedit alayhis salam në botën tjetër, të forcojmë lidhjet tona, Muhamedi alayhis salam na mëson si të jetojmë vëllazërisht, që të jemi të fortë në këtë botë dhe të denjë për ndërmjetësim në tjetrën. Abu Davudi përcjell se Muhamedi alayhis salam tha: kur njeriu e do vëllain e tij, le t'ia thotë, kështu përhapet dashuria në mesin e ummetit të Muhamedit alayhis salam. Kur takon vëllain tënd musliman, bëje me buzëqeshje në fytyrë. Muhamedi alayhis salam na nxit: kur dy musliman takohen dhe shtrëngojnë duart, mëkatet e tyre falen para se të ndahen. Kur ke mundësi, dhuron një dhuratë vëllait tënd musliman. Ajo është rrugë drejt forcimit të dashurisë mes jush. Muhamedi alayhis salam thot: shkëmbeni dhurata mes jush që të doni njëri tjetrin. Vizito vëllain tënd musliman për hir të Allahu xhalla shanu. Abu Huraira radiallahu anhu përcjell: kur dikush viziton një të sëmur ose vëllain e tij për hir të Allahut, meleku i thot: Allahu të shpërbleft me mirësi në këtë botë, e në tjetrën ta bekoft udhëtimin dhe të dhënë vend të lartë në xhennet. Ndihmo vëllain tënd. Abu Huraira përcjell: kush e largon një vështirësi nga një musliman në këtë botë, Allahu do t'ia largojë vështirësitë në botën tjetër. Mbro mangësitë e vëllait tënd. Muhamedi alayhis salam tha: kush e fshet të metën e vëllait të tij në këtë botë, Allahu do t'ia fshet të metat në botën tjetër. Edhe pse muaji i lindjes së pejgamberit alayhis salam ka kaluar, dashuria jonë për të nuk ka kohë. Duke e pasur shembull të përkryer dhe duke dashur ta nderojmë gjithmonë, le të mbushim jetën tonë me vepra që sjellin mirësi për ne dhe për shoqërinë tonë në të dyja botët. Në çdo ditë
Dhuroj Muhammedit a.s. një buzëqeshje të sinqert ndaj vëllait tënd musliman. Kështu forcon ummetin, pastron zemrën tënde dhe fiton faljen e Allahu xhalla xhanu. Dhuroj një dhuratë vëllait tënd, ajo nuk duhet të jetë e shtrenjtë. Vlera e dhuratës nuk matet me çmimin, por me sinqeritetin dhe qëllimin e pastër për hir të Allahu xhalla xhanu e jo për interesat e kësaj bote. Vizito vëllain tënd, duke e bërë këtë, ti bëhesh prej atyre për cilët engjëjt lutjen për mirësi në këtë dhe në botën tjetër. Ndihmo vëllain tënd ashtu siç i ndihmuat vetvetes. Atëherë Allahu xhalla xhanu do t'ju ndihmojë. Dhe mos kërko të metat apo gabimet e të tjerëve, sepse nëse e bëjmë këtë, Allahu xhalla xhanu do t'i zbulojë tonat në ditën e gjykimit dhe ai di gjithçka. Nëse dëshirojmë përparim, atëherë duhet ta forcojmë vëllazërinë duke mbuluar të metat e njëri tjetrit. Fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i kujtojnë, janë udhërrëfies për ne. Ka thënë, muslimani është vëllai muslimanit. O Zoti i lartësuar, bëna të vetëdijshëm për këtë porosi të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Na i mbush zemrat me dashuri për pejgamberin tënd, me mëshirë dhe vëllazëri mes besimtarëve. Bëna prej atyre që e përhapnin selamin, ndihmojnë të tjerët dhe mbulojnë të metat e njëri tjetrit për hir tënd. Prano veprat tona për hir të tij dhe na bën të denjë për xhenetin dhe kënaqësinë e pejgamberit. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.